Është shumë herët për të thënë se kush e fiton Big Brother, kështu përgjigj Casey pyetjes se kush e fiton këtë edicion të 5 të reality show-t, teksa ishte i ftuar në një studio televizive. Në vend të kësaj, zhvanori tha emrat e atyre që ai mendon më të fortë deri në këtë pikë të lojës. Sipas tij, janë Selin, Miri dhe Kristi. Ai u shpreh se edhe Mateo është mirë, por nuk e mendon në finale. Pjesë nga intervista. Kush e fiton? Është shumë herët për ta thënë diçka të tillë. Duket aty, kur je aty brenda e dallon më kollaj. Nuk e dallon se ndërrojnë nga prajmi në prajm, nga karakteri në karakter, edhe nuk besoj se ka dikë konkret akoma. Po njëna thuaj, emrat e fortë në syrin tim është Selin, Miri që mbajnë presionin, personazh mund të jetë edhe Kristi. Mateo ka arritur deri diku, por nuk besoj se do të shkojë deri në finale. Kujtojmë se Casey u përjashtua nga Big Brother VIP5 me zarf të zi, pasi ka thyer rregullat e lojës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.